Shëndetje e mirëmbrëma gjithëve, të dashur vëllezër, të nderuar motra, të respektuar të drejtues e mbështetës së Vlenit. Sonte nuk kemi këtu vetëm për të hapur një shtab, por sonte po e hapim epiqendrën e fitores së zgjedhjeve të tetorit të këtij viti. Sonte nuk po e hapim vetëm këtë shtab, por po e hapim edhe një kapitull të ri të skenës politike shqiptare, po e hapim siparin e fitores së zgjedhjeve të ardhshme, që nuk do të jenë vetëm fitore elektorale zgjedhjeve lokale, por do të jenë edhe fitore historike e gjithë shqiptare. Dhe është e vërtetë se këto zgjedhje janë referendum, por pyetja e këtij referendumi është kjo: a jeni për komunat të zhvilluara që vinë përmes Vlenit, apo jeni për kthimin e krimit, korrupsionit e të hajnisë që vinë përmes Soravisë? Dhe ne sonte kur po hapim këtë shtab, po i hapim edhe zemrat e dyert, po i hapim edhe potencialet e mundësitë e të rinjve e të rejave shqiptare që entuziazmin e dashurinë e tyre për vendin ta përkthejnë në komunat të zhvilluara, në vendet të reja pune dhe në infrastrukturë kundrejt shkretisë që e kanë lënë ata që kanë qeverisur deri tash me demokraturë. Të nderuar të pranishëm, ky tetor nuk do të jetë sikur revolucioni i tetorit komunistëve rus, që enveristët e BDI-s e qajnë shumë dhe shpeshherë u kujtohet Xhaxhi Lenin, por do të jetë një revolucion që e kthen të dinjitetin e shqiptarëve dhe bën revolucion të sukseseve në komunat shqiptare. Edhe diçka tjetër. Nesërme në Shkup mbahet një fare ashtu quajtur parada e krenarisë. Si subjekt i qendrës së djathtë dhe përfaqësuesi një partie që është betuar për mbrojtjen e familjes, më duhet t'ju them se ne askujt nuk mund të tërhyjmë në bindjet e tij personale, as nuk mund t'i ndalojmë edhe paradat e turpit, sepse sheshi i çdo shteti shekullar është i të gjithë qytetarëve. Por si shqiptar e si besimtar musliman nuk mund të mos e themi se synimi ynë është të mbrohet familja shqiptare tradicionale. Për neve nuk ka prindi 1 e prindi 2, por ka vetëm se babë edhe nanë. Këtu më duhet t'va kujtoj se në vitin 2022, kur ne ishim qeveri, çifti BDI 1 e LSDM 2 e kishin në plan që ta ndrojnë kodin civil që me një deklarat thjesht mund të ndërrohet edhe gjinia. Por ajo u doli dardh me bisht, si që dini nuk kaloi, se me pas mbet për këta të BDI-s që edhe të fotografit koshave të basketit në zyri kishin me ngjyrën e Ylberit, pra për çoraplarmit BDI-s, sot gjithë shqiptarët ishin bërë LGBT. Prandaj, nëse nuk keni asnjë arsye tjetër për ta mbështetur Vlenin, spaku për shkak të mbrojtjes së familjes shqiptare, e kemi të gjithë detyrim. Të dashur të mbështetës Vlenit, unë ju lutem shumë që këtë cikël zgjedhor të ta marrim shumë seriozisht, sepse në këto zgjedhje nuk po zgjedhim vetëm sekretar komunash e këshilltar komunal. Në këto zgjedhje ne po vendosim a i ndajmë nga 250 milion euro për zhvillim të komunave, apo e lejojmë të kthehen ata që i vjedhin nga 250 milion euro. Në këto zgjedhje nuk vulloset vetëm fati i
kandidatëve për kryetar të komunash e për këshilltar të komunave. Në këto zgjedhje vulloset edhe ardhmja politike e shqiptarëve. Më 8 maj 2024 i dërguam në opozit, e në tetor të këtij viti duhet të tërgojmë edhe në histori, sepse shqiptarët e qytetarët tanë meritojnë jetë më të mirë, sepse familja shqiptare meriton rroga të dinjitoze, sepse vendbanimet shqiptare meritojnë çerë dhe egzimin e fëmijëve tanë, sepse nxënësit shqiptar meritojnë shkolla cilësore e kushtet mira shkollore, sepse të rinjtë e të rejat shqiptare meritojnë të kenë jetë sportive e jetë kulturore, e sepse prindrit e gjyrishit tanë meritojnë të kenë për familjet e tyre mbesat e nipat e tyre, e të mos i qajnë më atje ku pushteti i kaluar i ka të degdisur në fund të botës. Andaj, në qoftë se nuk kemi asnjë arsye tjetër, spaku është kjo që ne të deklarojmë se në cilën anë ishim në betejën e këtij tetori. Unë ju falemnderit shumë e ju ftoj bashk në këtë betejë sepse fitoria u takon atyre që punojnë. Ju falemnderit e Zoti ju bekoft.